e di që gjatë e përcjell komenton zhvillimet politike. Apo duket që po shkojnë drejt zgjidhjes këto 2-3 javë të fundit i merr, apo ki tjetër vlerësim? Spari duhet besoj pajtohemi të dy që kjo është një papërgjithësi ekstreme e klasës politike, të cilët për arsye të veta që kanë të bëjnë me interesa jo vetëm politike po edhe personale, kanë arritë që ta sjellin vendin në një situatë kur tash e gati 4 muaj pas përfundimit të zgjedhjeve dhe pas përfundimit natyrisht edhe të mandatit të Zonjës Osmani nuk arrin që ta zgjedhin një president të ri ose presidente të re. Kjo tregon shumë për papjekruninë e kësaj klase politike, për shkak se për mu edhe për secilin qytetar të Kosovës, i cili gjykon me mendje të shëndosh, është për një mend absurde dhe është e pashpjegueshme një situatë e tillë. Dhe nëse shohim çka ka ndodhur deri tash, më shumë se sa përpjekje për me arrit zgjidhje, ka përpjekje për me e fajsu tjetrin, pra partit mes vetes, se kush do të jetë fajtor ose kujt do t'i mbetet faji, po që se nesër shkojmë në zgjedhje të jashtëzakonshme.